Pejgamberi alayhis salam ju ka thonë një herë sahabëve, ka të kalëni në për dyje, se kjo dyjeja sprove të lashe të ndryshme, mos harroni pak pa u ndalë në kopshtet xhenetit në këtë tokë. Sahabët i thanë, ja Rasulallah, po na dim për bashkët xhenetit na dyje, po për në këtë tokë çush janë bashkët e xhenetit? Tha, kopshtet e bashkët e xhenetit në këtë tokë janë këto tubime si na sot që jemi mbledh, ku njerëzit të bohen me vetëm në arsye për ta kujtuar ndaj fjalë Zotit, ndaj fjalë pejgamberit alayhis salam, dhe pak diçka e ndoshta do Zoti dhe shumë me përfitu prej tyre. Mos pritni që unë ku me thonë diçka çka se kanë thonë hoxhallar që i ka pas kjo xhami me vite tona, e derse që i keni nipi tyne, thjesht po mundohem që shkurtimisht me i përkujtu disa gjëra. Allahu edhe në Kur'an ka thonë, përkujtoja një besimtarve. O Zote, pse ti përkujtojmë? Çka ti përkujtojmë? Ka thonë, përkujtoni besimtarve, sepse përkujtimi që ja bëni atyne është hajër, është dobi për ta. Të dashur vëllezër, pejgamberi alayhis salam kur e bani udhëtimin Isra dhe Miraj, tha sahabëve, mos harroni tha me mbjell, tash po thot me mbjell diçka në kopshtet e xhenetit. Sahabit i thanë, ja Rasulallah, na për me mbjell këtë dyje dim çush mbjellet. Po çush me mbjell na dyje? Tha, mbjellni me dhikr. Kush don me mbjell na dyje diçka, le të mbjell përmes dhikrit, përmes përkujtimit Zotit, mbi të gjitha anësi nëpërmes veprave të mira. Të dashur vëllezër, jem të jetu me një kohë ku na kanë rrok problemet, galet e ndryshme të dyjas, punët e shumta, streset, hallet, mirë po është mirë që njeriu me jep prioritet gjanave sipas vlerës tyne. Për shembull, në jetën e kësaj bote ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeriu deri të shkon te varri e përcillin 3 gjana. Deri të çojë njeriu te varri, po e përcill kanë 3 gjana kryesore. E para, tha është familja e tij, e vllatë e tij e çojnë njerin deri te varrezat. Pastaj tha është pasunia, çato që i kalon mas, dhe e fundit tha janë veprat e mira. Po tha një gjë shumë e rëndësi. Tha, veç një mund e merr njeri me veti, as pasunin, as familjen. Veç veprat e mira mund i merr njeriu na dyje.